Situata sot ka pas një prezencë më të shtuar të ujit, por është në monitorim dhe në vëzhgim e sipër. Gjithë strukturat e bashkisë po vazhdojnë monitorimin e situatës. Është një kërkesë e drejtuar emergjencave civile dhe rezervave të shtetit për të ardhur në ndihmë të banorëve, të cilët kanë këtë prezencë, sikur thash, të ujit dhe me depozitimin e tyre po fillon edhe shpërndarja pranë banorëve. Komplet aparati shtetëror i emergjencave është nga dishmëri të plot për përballimin e kësaj situate. Si shikohet, janë forcat e armatosura, emergjencat civile, por edhe rezervat e shtetit, cilat kanë sjell një ngarkesë me pak ndihmë shoqërore për familjet nevojë. Aktualisht jemi në njësinë administrative ana e Malit, zona e Obotit, e cila ka pasur edhe pjesën më të madhe të sipërfaqes të mbytur me ujë. I gjithë aparati shtetëror ndodhet në terren dhe është në angazhim të plot nga dishmëri maksimale për t'ju përgjigjur dhe për t'ju xhendur pranë qytetarëve.